Për të liria është liri. Do të thotë mediat edhe njerëz duhet jenë të lirë që t'i shprehin mendimet e veta. Dhe mbase për këtë po luftojmë të gjithë. Në kuptimin që gjykimi është se nga njerë mediat shkojnë përtej kufive, le të themi, deri ku arrin liria e shpresë dhe deri ku fillon cenimi i integritetit të tjetrit pa patur të drejtë, ndoshta na herë. Ky është komenti, ky është gjykimi më i madh, perceptimi se si gjykohet liria e medias. Po, pikrisht për atë do të thotë isha duke folur për rolin e Këshillit, për rëndësinë e vetërregullimit, për atë se sa i pavarur dhe sa të pavarur jemi ne si media për ta quar përpara kodin etikës dhe të marrim përgjegjësi për atë që e themi. Tani nuk përjashtohet ka do të thotë në Kosovë dhe në vende tjera raste në cilat keq përdoret kjo dhe kjo pastaj ndikon te ky indikatori social kur njerëz fillojnë që ta kenë një lloj irritimi, krahas gjuhës e cila po përmendet e partive politike në këtë rast e asaj që ka qenë deri tani në pushtet ndaj gazetarëve. Dhe do të thotë kur bëhet një farë kombinimi i asaj gjuhe me një irritim të popullatës kur sheh që disa gazetarë po e shkelin kodin e etikës aq lirshëm, atëherë bjen edhe ky lloj indikatori. Por megjithatë në përgjithësi nuk do të në bazë gjithë kësaj përvojës time gjatë, unë nuk mendoj që Kosova është më keq sa i përket lirisë së mediave edhe profesionalizmit të medjave se vendet në rajon. Tani po ka, do të thotë, absolutisht argumentime që thonë në rregull, po mos na krahaso me ata, ne duhet ti zgjidhim problemet tona. Vërtet ne kemi probleme edhe si sektor, po edhe si kontekst politik edhe ekonomik, kemi të shumta. Por kur e sheh Kosovën në atë hartën e reporterëve pa kufi me atë ngjyrën që është më e mbyllt, e Serbinë po e sheh që është me ngjyrë më qelt, nuk është, do të thotë që e paraqet vërtet realitetin në këtë. Edhe nuk po flas veç për Serbi, absolutisht është edhe Shqipëria, edhe Bosnja, edhe ata kanë ndërmarrë disa ligje në Republikën Serbe që hyn në kuadër të vlerësimit për Bosnën, të cilat janë absolutisht të papranueshme, do të thotë kundër çfarëdo lloj drejtash. Vazhdojmë me Arditën e pastaj do të kthehemi te këto pikat që i përmendët në veçantë Ardita, fillimisht për raportin e fundit reporterëve. Po, fillimisht them që edhe ne jemi alarmuar me këtë rënje drastike të Kosovës për 24 vende, sa po i bjen, po në vendin e 99, duke qenë vendi me renditjen më të lartë në rajon, për vitet të tëra, do me thonë edhe në për këto forumet rajonale zakonisht, para disa viteve, kur veç Malizi filloj me dalë para Kosovës në për gjitha raportet, ndishim disi vetën se qka është duke ndodhë, pastaj doli edhe Maqedonia e Veriut para Kosovës, kështu që tani jemi të fundit përsa i përket lirisë së medjave. Unë besoj që raporti faktikisht është reflektim i asaj që ka është dhenë prej respondentve këtu në Kosovë. Do me thonë metodologjia e cila është përdor dhe pavarësisht se që kanë deklaru respondentët, të gjitha ato është dashur të mbështeten me fakte. Edhe janë rumbullaksu të gjitha dhe ka dojë raporti i cili ka dalë. është shumë shqetësues. Në radhë të parë kjo renditje, e në anën tjetër edhe një farfor me mbrojtja që pëndodhë ajo gjuajtja e topit ose e fajit prej politikës të medias, prej medias të politika, por qeveria e politika është ajo që nuk duhet t'i atakoj mediat në radhë të parë, edhe në anën tjetër duhet t'i shërbej kjo raport si reflektim për gjithë që ka kam bërë vitin e kaluar me ligjin për Komisionin e Pavarur për Media, pastaj me atakimet që ndodhin direkt të gazetarët prej eksponentëve të ndryshëm politike partijak, të përfshi edhe deputetet e kuvendit, kështu që klima e cila krijohet për funksionimin e mediave dhe gazetarëve nuk është miqësore, përkundrazi. Po kur po thoni që intervistat me respondentët është dashur të mbështeten në argumente, të mbështeten me argumente.
Besoni se nuk janë argumentuar sa duhet? Jo, ma merr mendja se janë argumentuar. Do me thënë se raporti i cili prodhohet pastaj prej përgjigjeve të cilat janë marrë prej respondentëve, njëra prej të ciljave jam edhe unë, atëherë kompilohet në formën duke u bazuar në të gjitha ato të cilat i kanë marrë prej respondentëve. Vetmja gjë që një farë forme më brengos në raport është se shkruan se Komisioni jo efektiv i medjave, Komisioni i pavarur i medjave jo efektiv. Nëse masim punën e KPM-s gjatë vitit 2024, prej 1 janari deri në fund të dhjetorit, është të themi një ndër vitet, mos të shprehem ashtu të lavdishme të punës më të suksesshme të KPM-s ndër vite që ka ndodhur në udhëheqjen e ish kryetarit Jeton Mehmetit. Sinqerisht kanë bërë punë shumë të mira, komisioni si komision, qasjen e kanë pas me media jashtëzakonisht shumë të mirë, bashkëpunimi, aktet në ligjore të cilët ata i kanë miratu gjatë vitit të kaluar kanë qenë në bashkëpunim me gjitha akterët e fushës, kështu që besoj që ky vlerësimi që ju ka dhënë KPM-s në këtë raport është i egzageruar. Mirë. Para se të vazhdojmë me debatin, dua ta dëgjojmë një deklarat 2 ditë më parë në Interaktiv, e patëm një intervistë me shefin për zyrën e BE Ballkanit në organizatën Reporterët pa kufi, Pavol Zazaj. Juftojmë ta ndjekim bashkë shumë e shkurtë deklarata dhe pastaj do të kthehemi për të komentuar më tepër për indikatorët që na kanë nxjerrë në këtë rangim. Nëse shikoni këtë indikator të sigurisë së gazetarëve në Kosovë dhe Serbi, e shihni se ka vërtet ndjenjë më të madhe të pasigurisë të gazetarëve në Kosovë se sa atyre në Serbi. Kjo është alarmuese vërtet. Do të shpjegoja me faktin se ndoshta në Serbi, përkundër sulmeve politike e fizike ndaj gazetarëve, ka një kornizë më të mirë institucionale për të ndjekur këto sulme. Mendoj se korniza institucionale për të ndjekur krimet ndaj gazetarëve është ndoshta më e dobët në Kosovë. Dua të them sa i përket Kosovës dhe Serbisë, ajo që Kosova është më e mirë përkundër rënjes, është indikatori politik. Është çështje në Kosovë konteksti politik, por është më mirë se në Serbi. Kjo tregon indeksi, e po ashtu kushtet ekonomike për gazetari. Janë të ulta në Kosovë, por janë më mirë se në Serbi. Pra, si që dëgjuam, Zalaj tha se në aspektin e sigurisë, gazetarët e Kosovës janë më keq se sa Serbia, sepse natyrisht prej debati u bë se si është e mundur që Kosova u rangua më keq se sa Serbia, sepse, si që po thot Zalaj, korniza e drejtësisë nuk është efikase në Kosovë se sa është në Serbi në rastet kur sulmohet ndonjë nga gazetarët, por në aspektin politik e ekonomik, gazetarët e Kosovës qëndrojnë më mirë në kuptimin e ndikimit nga politika dhe mënyrës se si qëndrojnë ata ekonomikisht. Tani për këto komente që bëri shefi për zyrën. Ekzistojnë disa elemente që duhet edhe në çështjen e sigurisë me interpretu drejt dhe me i pa ku janë shkaktarët kryesorë. Pra, nëse flasim për sigurinë e gazetarëve, ajo që na duhet me konstatu fillimisht është që në momentin kur gazetarët raportojnë për një kërcënim, ka një tentativë të neglizhencës së rasteve tyre. Pra, jo një hetim profesional i cili kish me të nxjerrë ty kush janë shkaktarët, kush janë kërcënues dhe me të garantu siguri për ta në ambientin ku po jeton ose ku po vepron. Pra, na kemi pas situata ku gazetarët janë sulmuar në prezencë të policisë dhe policia nuk ka reaguar, mirë po dashur me dalë video në media, pastaj policia më reagu. Kjo nuk është në vitin 2024, është në vitin 2023. Po kemi pas edhe situata tjera gjatë vitit 2024, ku në prezencë të policisë njerëzit janë sulmuar, nuk kanë reaguar dhe kanë vazhduar tutje. Pra këto janë elemente që na duhet mi konstatu dhe mi kritiku si të tilla. Edhe hetimet e cilat zhvillohen në rastet kur kërcënohen gazetarët janë problematike. Pra nuk ka një angazhim shumë serioz për me hetu deri në fund rastet e gazetarëve dhe me zbulu të gjithë shkaktarët. Pra, na kemi pas në fillim të vitit 2024 një krizë shumë të madhe me gazetarët gratë të cilat kanë vepruar në Kosovë, të cilat janë vendosur në njërin prej grupeve në rrjetin social, në njërin prej rrjeteve sociale dhe atje janë ngacmuar dhe janë thirrë ngacmuar seksualisht, po ashtu janë thirrë në telefonat e tyre. Dhe është dashur një angazhim serioz, për mos me thonë intervenim serioz, që ky sistem me unal, pra, me u arrestu personat e cilët i kanë kërcënuar. Si është angazhim serioz nga gazetarët duke bërë presion të sistemit?